Adrus basketbollit jemi me trajnerin Endrit Elshanin. Endrit u diskualifikuat prej garave të mëtejme e psuat ndeshjen vendimtare. Çka nuk ka shku sonte si duhet? Sa dhe nisëm shumë but, 55 pikë në pjesë parë, ke shumë but zdi. Pjesa dytë kallëzum karakter, po në përgjithësi s'po du me folë për sot, po në përgjithësi për këtë sezon, për këtë fund sezone, me të vërtet du me i falenderu se cilin tifozëve dhe çdo pjesëtar të klubit edhe lojtar për besimin që personalisht mu më kanë dhënë edhe tifozëve për besimin në klub. Edhe njëkohësisht i kërkojmë falje se kjo nuk është ajo që kanë prit, po as na që kemi dashur edhe thjesht shpresoj që kthehemi vitin tjetër edhe besoj që do të kthehemi vitin tjetër edhe më fort aty ku na takon, domethënë pretendent për titull. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Pra, e pa të ndëgjuat ishte i shkurt trajneri Endrit Elshani, ish gënyer për mënyrën se si është luajtur, si ka filluar ndeshjen skuadra e Golden Eagle Yllit, po edhe në ndeshjet e fundit duke falenderuar pra publikun. Së shpejti do të jemi edhe me trajnerin e PES Mihajlis Kakiusis.